Prej Ungjillit te Mateut, kapitulli 5, rreshti 43 deri në 48. Keni dëgjuar se që thënë, duhet të afërmin tënd, e urrëje armikun tënd. E unë po ju them, doni armiq tuaj, lutuni për ata që ju salvojnë, për t'u bërë bijtë e Atit tuaj që është në qiell, sepse ai bën të lind dielli i tij mbi të këqij e mbi të mirë, e të birë shi për të drejtë e për të padrejtit, sepse po që se doni vetëm ata që ju duan, çfarë shpërblimi i meritoni? Pse a nuk bëjnë keq edhe ta grëmbëllësit? E nëse i përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bëni të veçantë? A nuk bëjnë të njëjtën gjë edhe paganët? Jeni para të përkryer siç është i përkryer edhe Ati juaj që është në qiell.